komunën e Prishtinës, por jo për të marrë përgjigje për krejt ankesat që i kemi, por ka me marrë përgjigje që kemi ardhur në stinën e verës. Domethënë andajmë veç edhe pak ditë në fakt, ashtu të thënë jemi në prag të stinës së verës, po që komuna e Prishtinës duket që akoma nuk ka filluar me dezinsektimin e kryeqytetit. Pse po ndodh diçka e tillë? Këtu do të na jap përgjigje vetë drejtori i shëndetësisë zotëri Zeti. Faleminderit shumë për kohën dhe hapësirën që nda për një nderuar. Faleminderit edhe për ju për mundësinë e dhënë që për këtë interes të madh publik që është në qytet sidomos gjatë verës, sa përket dezinsektimit hapësinor, me dhënë informata për qytetarët. Ne dezinsektimin hapësinor është një proces që ne bëjmë vazhdimisht gjatë verës, domethënë është një proces që fillon diku domethënë në javën e para apo në pjesën e parë qershorit dhe vazhdon 6 faza zakonisht, deri në dallimin mes fazave është diku 7 deri 14 ditë, por sigurisht një për faktore për fillimin e këtij procesi është edhe kushtet meteorologjike, parasysh duhet me pas parasysh që kushtet meteorologjike një faktor i rëndësishëm në zhvillimin e insekteve dhe ato nëse ka lagështi dhe ka shumë treshur, atëherë domethënë faktikisht ndikojnë që mos me pas efektet e njëjta procesit të dezinsektimit. Për këtë arsye, domethënë javën e fundit ne kemi pas domethënë sa një javë të pareshur dhe është koha e përshtatshme, ne kemi filluar përgatitjen. Realisht jemi në fazën domethënë e njoftimit edhe të qytetarëve dhe të bizneseve, sidomos vletarëve, se ata kanë interes me ditë si proces, se realisht mjeti dezinfektues përveç dëmtimit të insekteve bën edhe bletet. Kështu që përmes me dëmtu, bletet na njoftojnë më herët që ata me pas kujdes gjatë asaj periudhe me ndodh në lagjen e tyre, ata me mbyll më herët dhe ka lagje që nuk hyjnë, nuk lejohet më hyjnë dhe me marrëveshje me qytetarët, nuk hyjet çdo lagje ku ka blete. Kështu që unë besoj që gjatë javës së ardhshme do të fillojmë procesin, i cili proces do të zgjat 6 faza, domethënë faza domethënë diku janë 6 ditë, përfshihen gjitha fshatat e kryeqytetit edhe qyteti, diku rreth 7000 hektar hapësirë domethënë bëhet e dezinsektimit dhe besoj që edhe si vjet domethënë do të jetë procesi që do të rezultojë i suksesshëm. Nuk ka domethënë ndonjë arsye nëse është mungesa e buxhetit apo vonesa me ndonjë lidhje me tenderin, me operatorët privat, apo domethënë nuk është diçka e tillë, nuk ka të bëjë as pak kjo, por ekziston domethënë veç pjesa e hapësirës domethënë që të rreshurat kanë qenë pranishme domethënë gjatë ditëve në të fundit majit, por që tani më në këto ditë qershorit, fillime qershorit, nuk është se kemi pas rreshtje. Jo, domethënë realisht kjo çështje nuk është çështja ime, na kemi dhënë buxhet, domethënë 200.000 euro kemi para pasur për dezinsektim. Tash çështja e procedurave ato është e vërtetë që ne domethënë që është viti i dytë që po na duhet me shku me një procedurë negociume, sa kam marrë vesh për prokurimit se projekti që një vjet e gjysmë që kemi bëna tenderim për projekt ka bëu prokurimi, ai është shkuar në SHP që disa, prapë është lënda në SHP dhe ky është një projekt shumë i rëndësishëm për qytetarët se insektet mund të jenë barse të plot shkaktarët sëmundje ngjitse dhe është rreziku i përhapjes në një sëmundje ngjitse, prandaj na jemi të obliguar me bosë proces. Deri tash domosdoshmë është më përgatitje të tilla, ne sipas informatave që kemi domosdoshmë është në nënshkruar është përzgjedhur një kompani nga prokurimi dhe do të bëhet nënshkrimi i kontratës. Sa do të ketë as probleme financiare këto nuk e diu, domosdoshmë ato do dalin pa dhe do të më pyet domosdoshmë drejtorinë e financave dhe prokurimit. A do të merren edhe masa shtesë për kontrollin e rritjes vetëdijësimit pra tek qytetarët në më shumë me që e përmendet domethënë vetë të pjesa e bletëve, po edhe të pjesa e moshkunjave që janë një ndër insektet më munden me qenë edhe infektuese. Po, sigurisht që po qytetarët vetë fakti që ata dinë dhe vetë fakti që ekipet tonë konstatojnë që kjo çështje është e tillë, atëherë kjo është arsyeja pse ne e bëjmë dezinsektimin si proces dhe ne zakonisht bëjmë komunikime me përfaqësuesit të këshillave lokale që janë për lagje, me qëllim që ata me që njoftuar, me njoftu lagjen, me gjetë mekanizma që ata njoftojnë, përveç ne që bëjmë informimet publike, nëpërmes mediave, edhe përmes bashkive lokale, domethënë me qëllim që shkojnë të informatat të sa më shumë qytetarë, për aty se ka efekte anësore, e ato efekte anësore mund të jenë nganjëherë për lëkurën ose edhe për ata që kanë probleme me sistemin respirator, që ata qytetarë që e dinë pastaj orarin, që natë bëhet në lagjen e tyre, që natë drejtarët i mbajnë të mbyllura, nuk i hapin dhe njëkohësisht domethënë e bën një kujdes më të veçantë çdo ditë dhe pastaj procesi domethënë kryhet brenda. Sigurisht që do të bëhet edhe pjesa e informimit paraprakisht. Sigurisht. Kjo është një çështje që ne na duhet rritë, ne në momentin kur mendojmë me fillu procesin, ne duhet me caktu një 4-5 ditë më herë me bëj njoftimin. S'mund sot për sot me shku me një lagje dhe pastaj si të bëhet njoftimi, domethënë realisht ata kanë kohë më përgatitur edhe bletarët edhe qytetarët tjerë me që të kujdesshëm dhe me ditë më herë se shtirti, brenda ditës me marrë këtë informata çdo qytetar i lagjes që sonte është lagja e dezinsektimi dhe unë besoj që javën e ardhshme domethënë procesi do të fillojë. A është bërë ndonjë vlerësim i rrezikut për shëndetin publik, domethënë për mungesën e dezinsektimit, përkatësisht mbase në zonat më urbane apo atove që narisht afër lumenve?
Po shiqo na nuk kemi pas është një ekip që e bën këto, domethënë qendrimi familjar na kemi një ekip profesional që bën edhe kriteret edhe kur duhet me fillu procesi, domethënë bën vlerësimin. Fajti është ne vetë fakti që kemi pas një epidemi ose ndonjë problem shëndetësor këto vitet e fundit tregon që domethënë mund të jetë sporadike raste kur kemi pickëm ose njëri tem të kurrës, po kemi pas një infeksion që përhap të një grup më i madh njerëzve që kanë diku që është bën nga insekte dhe kjo tregon për efektin pozitiv që ka procesi. A është bën ndonjë plan për monitorimin, domethënë pas zbatimit të planit të projektit të dezinsektimit, të që me qëndru? Jo, na vetë fakti, vetë procesi, thamë përgatitje, mas fakti janë diku rreth 10 deri 15 njerëz të drejtorisë që e bojnë, janë 20 punëtorë të kompanisë që përzgjedhin që e kryejnë procesin, dhe një 15 janë të komunës, drejtori qendrësisë që e përcjellin çdo natë, çdo lagje, janë kryetarët e bashkive lokale dhe janë qytetarët vetë që mund jam shkruar mua se ku na dojnë komunë që sokon lagjen time, se shpesh ndodh qytetarët tregojnë që domethënë nuk ukon lagjen time, por kompania vite kaluar, për shembull Spaku që ka qenë, domethënë e ka pas GPS-in, edhe ja lyp GPS-in i cilat vetura kanë qenë cilat lagje dhe me rruga e tregon çdo rrugë që hyn nëpër çat lagje. Kur jemi te kompania, do të jetë kompania e njëjtë domethënë që ka operuar vitin e kaluar që përmendë që jo se di, sinqerisht nuk e di kush cila kompani domethënë se është përzgjedhur prapë, nuk e di cila është përzgjedhur domethënë kompania. Çka do të mund të kemi domethënë ndonjë risi mbase që ka qenë që nuk ka qenë vitin e kaluar, po që do të jetë këtë vit prezente në këtë projekt. Jo, domethënë projekti është i njëjtë duke pas gjithçka bazë, do të mundohemi prap komunikime pas me qytetarët dhe mancë ose ka nevojë çdo kërkesë e tyre më u përgjigj, çdo ankesë e tyre më u përgjigj, kanjëherë janë të pavendshme ankesat dhe ato i dokumentojmë që ka qenë lagjen me çit datë, se është aty në GPS shkruan cilën ditë është i vetura aty dhe sigurisht që domethënë do të vazhdojmë bashkëpunimin dhe unë mendoj që do të kemi bashkëpunimin qytetarë me qëllim që ky projekt me pas efekte sa më të mëdha për arsye se bëhet për me qëllime që me pas një shëndet sa më cilësor për qytetarët. E përmendë që javashme veç do të jetë finalizimi, domethënë kur i krejt përgatitjeve që do të nisë pra projekti, por kemi ndonjë datë ose ditë caktuar se kur? Jo ende, do në moment kur mund njoftojnë financët në shkruaj projekti, do mund të caktoj datën kur. Edhe më një herë veç i gatsh. Po, s'ka. Faleminderit shumë drejtar për këto informacione që ndave me shikuesit e emisionit tonë. Faleminderit edhe për mundësinë e dhënë, domethënë për falenderoj edhe juve si Klan po dhe media tjera që gjatë kësaj periudhe son kom qenë drejtor, keni qenë një dorë e djathtë për me përcjell këtë arritura në shëndetësi dhe vrejtjet edhe sugjerimet para që të na kanë një vrejtje me vend, domethënë na permisojmë dhe jemi munduar që me ndryshu shërbimet cilësore në kryeqytet që është edhe qëllimi ynë. Faleminderit. Prandaj edhe kemi edhe misionin për ankesa që domethënë mundohemi me qenë sa më afër qytetarëve që në ato premtimet pra që komuna në përgjithësi nuk është se kanë realizuar, pra ty pas parasysh ankesat që kanë qytetarët nga do në vend. Kaq nga komuna e Prishtinës në lidhje pra me temën që diskutuan për dezinsektimin që duket se do të fillojnë nga java e ardhshme, se kur edhe çysh ka me fillu, mbetet që të qëndroni bashkë me neve. Kaq nga këtu, shihemi nesër, tung tung. Mirë Blerina, faleminderit shumë për